Pra, ashtu siç ka qenë deri diku e pritur, në mungesë të numrit të nevojshëm të votave, pati sërish ndërprerje të seancës konstituive të kuvendit, por që kësaj here si ndërprerje u karakterizua nga një shkelje tjetër procedurale, ku kryesuesi i seancës, në këtë rast zoti Dehari, ndërpreu seancën pa pasur votim formal dhe pa i konsumuar pikat e rendit ditës, gjë që përbën shkelje procedurale. Në anën tjetër, tashmë është e qartë që situata është e bllokuar për shkak të mosofrimit të dorëheqjeve, obligim ligjor ky për kryeministrin dhe 15 ministra tjerë në detyrë, cilët kanë fituar mandat të deputetit. Ne i bëjmë thirrje në fakt kryeministrit në detyrë dhe gjithë ministrave që në funksion zhbllokimit të punës së kuvendit të dorëzojnë dorëheqjet e tyre formale siç ua kërkon ligji për qeverinë, që është miratuar nga legjislatura e kaluar, në mënyrë që t'i hapet rrugë konstituimit të kuvendit dhe të evitohen bllokada krejtësisht të panevojshme. Duke ditur se pritshmëritë dhe dinamika e punës pritet jetë e lartë nga kjo legjislaturë, vlerësojmë që vonesa të tilla të panevojshme dhe të paarsyeshme cënojnë jo vetëm rolin ligjvënës e atë mbikëqyrës të kuvendit, por cënojnë edhe besimin e publikut mbi institucione, sepse po tregohet sërish një mungesë e kulturës mirëfill politike, pasi që në pothuajse secilin proces kemi pasur vonesa të tilla në konstituimin e kuvendit, gjë që tregon për një nivel të papjekurisë politike në. Unë besoj që janë përgjithsisht dy skenar të mundshëm dhe që të dy varen nga vullneti politik i kryeministrit dhe ministrave të tjerë në detyrë. Opsioni i parë është që të ofrohen dorëheqjet dhe situata të zhbllokohet si e tillë, e opsioni i dytë është që posa të ketë ndonjë marrëveshje politike mbas edhe me anëtarët e komuniteteve pakic, të kalohet raporti me shumicë të thjeshtë të votave, sepse nuk nevojiten me domos 61 vota, mjafton që të votojnë më shumë se gjysma e deputetëve që janë të pranishëm në sallë, dhe që të procedohet tutje, ndonse ky skenar bart në vete rrezikun e sfidimit në gjykatën kushtetuese, që pastaj normalisht përveç vonesave procedurale, meqense procedurat në gjykatë zakonisht marrin me javë madje muaj të tërë, ekziston edhe rreziku që pastaj gjykata ta kthejë në pikën 0, sepse siç e përmenda, ne besojmë që ka papajtueshmëri të mandatit në mes të anëtarëve që ende mbajnë pozita ekzekutive dhe të qenit deputet i kuvendit. Në këtë drejtim duhet të sqaroj se të qenit ministër në detyrë nuk të bën ish-ministër, prandaj pavarësisht statusit në cilin je apo kapaciteti qoftë me mandat të plot apo në detyrë, për sa kohë që ushtron funksione ekzekutive, e ne dje pam që po ushtrohen në baza ditore funksione ekzekutive, atëherë duhet që të ofrojnë formalisht dorëheqje në mënyrë që të hiqen edhe pengesat procedurale dhe ato parimore në raport me konfliktin e interesit dhe të papajtueshmërisë së mandatit. Në radhë të parë, kryesuesi i seancës sot nuk ka pasur fare nevojë që t'i ftoj në konsultim subjektet politike. Ekzistimi afatit 48 orësh është pikërisht për çështjen e konsultimeve mes subjekteve politike dhe unë vlerësoj që në vend se të shkruheshin letra për presidentën, përgjigje të cilave vetë se dieshin, ndonse unë vlerësoj pozitivisht qasjen e presidentës, besoj që është dashur që të mbahen konsultimet e nevojshme në mënyrë që të trajtohet dhe të zgjidhet kjo çështje. Megjithatë, edhe në kuptim të mbarvajtjes së seancës, zoti Dehari nuk e administroi seancën siç duhet, sepse në radhë të parë i njëjti nuk shkoi sipas rendit të ditës, se që në këtë rast do duhet të ishte në radhë të parë mbledhja edhe një herë e komisionit për verifikimin e mandateve, nxjerrja e sërishme e një raporti, sepse raporti i pardjeshëm nuk është votuar, që i bie se i njëjti më nuk ka asnjë efekt juridik dhe që i njëjti të hedhet në votim para deputetëve, sado që ishte e qartë që nuk janë votat e nevojshme për ta kaluar një raport për sa kohë që nuk kanë dhënë dorëheqje anëtarët e kabinetit qeveritar. Në radhë të parë, presidenti i vendit nuk ka pasur përgjegjësi ligjore fare që t'i përgjigjet një letre të tillë, por në anën tjetër në kuadër të funksionit të saj si garante e funksionimit kushtetues të institucioneve, besoj që ka bërë mirë që është përgjigjur dhe në fakt aty ka rrugdalje. Presidenti ja tregon që në bazë të gjykimeve të gjykatës kushtetuese që kryesuesi i seancës është dashur t'i lexojë vetë dhe t'u bindet atyre, është dashur që thirret një seancë çdo 48 orë derisa të zgjidhet ngërçi artificial që është krijuar me mos ofrimin e dorëheqjeve. Në anën tjetër, unë besoj që situata është më së qartë, presidenti i vendit më nuk ka asnjë kompetencë në kuptim të mbarvajtjes së seancës. Përgjegjësia e saj e vetme ligjore është thirrja e seancës konstituive, e pavarësisht sa gjatë mund të marrë procesi i konstituimit të kuvendit, ajo nuk ka nevojë që të rasë mbledhje të reja,
por çfarë mund të bëj, e që mbase mund të jetë një opsion, është që presidenti i vendit t'i mbledh mbase në një takim krerët e subjekteve politike për të parë se dhe për të kërkuar nga të njëjtit që t'u binden aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, ligjeve në fuqi, por mbi gjitha kushtetutës së vendit. Po fakti që nuk ka vota të nevojshme është indikatori i qartë se pse seancat në radhë parë po zvarriten e pastaj edhe po anulohen pa kurfar bazë. Rrjedhimisht besoj që është përpjekje për të blerë më shumë kohë në mungesë të afateve brenda së cilave duhet të përmbyllet çështja e konstituimit të kuvendit, e që unë besoj do duhet të ishte një prej çështjeve prioritare në cilat deputetët e kuvendit dhe legislaturës së ardhshme duhet punojnë në mënyrë që të ndryshohen gjitha dispozitat që mundsojnë bllokime të tilla krejtësisht artificiale dhe të panevojshme.